O prisi besimtarve, ai të krahasoj me gomarin. A gomari e ti? Kjo fjalë i është thënë prisit e besimtarve Omer ibn Abdulazizit, i cili ishte duke hyrë në xhami një natë dhe pa dashje shkel njërin nga personat që ishte duke fjetur në xhami. Ai ngritet duke bërtitur dhe më të madhe i drejtohet prisit e besimtarve. A gomari e ti? Ai i thot jo, unë jam Omer ibn Abdulazizi. Shoqëruesi halifës i thot, o prisi besimtarve, ai të krahasoj me gomarin. Omer ibn Abdulazizi i thot jo, përkundrazi. Ai vetëm pyeti, ndërsa unë ju përgjigja. Ummu Gjemil, gruaja e Abu Lehebit, të cilën Allah e mallkon në Koran, së bashku me burrin e saj, dilte dhe mallkonte pejgamberin a.s. në rrugëve të Mekës dhe e ofendonte me fjalë nga më të ndryshmet. Në mes të tjerash ajo thoshte: Mudhammamun e bejna, wa dinuhu qalajna wa amruhu asajna. Mudhammemin të poshtruarin e kemi braktisur dhe e kemi lënë. Fenë e tij nuk e pasojmë dhe urdhrat e tij nuk i respektojmë. Pra në vend të fjalës Muhammed, që do të thotë i lavdëruar, ai thoshte mudhammam, që do të thotë i poshtruar. Pejgamberi alayhissalam duke buzëqeshur i thoshte shokëve të tij: Subhanallah, a shihni se si Allahu më ka kursyer nga gjuhët e tyre? Ata i thanë: si ashtu, o i dërguari i Allahut? Pejgamberi alayhissalam tha: ata e mallkojnë dhe ofendojnë mudhammemin të poshtruarin, ndërsa unë jam Muhamedi i dërguari i Allahut. Andaj nuk është patjetër t'ju përgjigjesh çdo kujt që flet për ty e çdo ignoranti dhe të ulti. Përkundrazi, ti kujtoje porosin që Allahu ja dha pejgamberit a.s. në Kur'an kur i tha: Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafejnaka al-mustehzi'in. Ti prediko haptazi atë që Allahu të ka urdhëruar dhe hiq jo idhujtarëve, ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallen.